Erdhi të merr naft, por naft nuk i dhan. I revoltuar bujku nis për në fush, ta parkoj traktorin me që naftën e ka në fund, e naft tjetër nuk mund të gjej askund. A kishte naft? Ja. Çka ju thon? Për bujqin duhet me në babë, se si dhe jesë në arat palarau. Gjithë hana. Asë s'kemi gjihana. Lepa, thët këta s'ka naft, a gjithë s'ka, kesh po të qeshte, a gjithë s'kisht, a s'kundi. Se di, gjibojmë të këshau. A në 5 vene, kimi vetë nuk ka kërpun. Në kush kjo s'djede, bare për bujqësin të kese, tapë për traktora, pak barëm. Nëse s'ka e në 2-3 ditë tjera, a dhe mund të punojnë ju? Ku të punojnë, s'kom nesën punoj, ka më sot. Jo, be. Se më përndojnë a ku gjohë, harat i kom këtë palarau, që sot s'ka më pjeni, thash të qoj, të derdi e thash laruja, mo që s'kom e një 5 litra naft, qkoj një në fushën e qkoj shpaj. S'ka, ku gjohë, kjo shumë keqë, dhe bëhër. Po di marëm kol prap. Shumë qytetarë tjerë erdhën të marrin naft, por u kthyen me rezervuaret e zbrazur. As një pik karburanti në Tetov nuk jepte naft, disa jepnin vetëm benzin. E gjithë kjo po ndodh pas paralajmërimeve për rritjen e çmimeve të naftës si pasojë e luftës në Iran. Qytetarët shprehen dyshimet e tyre për pronarët e pikave të karburanteve. Sipas tyre në pompa ka naft, por të njëjtit presin që të rriten çmimet e më pas ta shesin me çmimin e ri, pra të fitojnë më shumë. A vë dhan naft? E naft për momentin nuk kisht, tha nuk ka, për momentin shtaj se di a nuk kanë vërtet, a bëjnë dhe një manipulim, nuk e di. Për momentin shumë e negostivar, kompejt më një vend nuk ka, thonë. Shtaj e kanë dalë ekstra, nuk vend për rafinerijës, këtë që dimë. A mo kësho, se qmimin e hipin naft nuk ka, këtë që marën veshtë. Këtë manipulime bëjnë në Evropë, e kompajnë në Itali, në Gjermoni, se rejë më shumë jashtë, e bëjnë në agje. Presën qmimit lëvizim mrapa, ama atër do të këto inspektoriati që për këtë punë do të t'i shohë që faren të ba, se nuk është në regull të shtaj. Okej, që në Gjermani hipi, si për Gjermani ko marrë para 3 ditë, hipi 2,50 €, a më shkon të pak të në ka, e nuk to që s'ka. E qmimin e ke hipen e s'ka, ta u dhe qka imi të dishim. A mo, inshallah dhe stabilizohë. Nuk ishte naft. Për çfarë arsye? Nuk ka, tha prej pramë, tha nuk ka naft. E ju pse keni dalë ta mbushni? Po, punë, për shkak punës edhe s'ka edhe për ata. Po, nuk ka, tha prej pramë, nuk e di se qa bëhet tash për momentin. Se di qa da bëhet në të ardhmen, po nuk ka, thot. Kështu që do këtë problem, si duke. Benzin po, Sa? për 2000 denar. Për 2000. Po, nuk kishe dhe një kufizim. Jo. As një benzin nuk ka dalë naft. Çka ju thonë? Ha? Çfarë ju thonë? Po s'ka të thëmë, s'ka thët naft. Nuk kemi thët naft. Ata pumpët i kanë mbushur, më nuk japen. Si mbas jush pse nuk japin naft? Do në qmimin të hypin shomin asë s'ka dole. Kam betën fori, kam betën 3 saat pa benzin. Shko me pumpë, më dhanë me një 5 litre. Unë më se kështë e mbusha. Ka s'dole ta provoj këto, ama nuk ka. Pavarësisht se do u kushton, qytetarët nuk friksohen shumë nga ngritja e çmimeve të naftës, sa friksohen nga mungesa e saj, si ditën e sotme, me që nuk mund t'i kryen obligimet e tyre dytore. Ndoshta do të ketë rritje, mirë po mungesa e naftës, derivatës është më e keqja se sa rritja e çmimit. Për shkak se nuk kemi lëvizje pastaj. Çdo gjë do shkojë më lart. Komisioni Regulatori i Energjetikës sot solli vendim me të cilin bëhet e rritja e çmimeve të shitjes me pakisë të derivateve të naftës. Çmimet referente të derivateve të naftës në tregun botëror në krahasim me përllogaritjen e mëparshme shënon rritje, mesatarisht e benzina për 13%, të nafta për 36%, të vaj ekstra i lehtë për 32% dhe të mazuti për 27%. Çmimet e shitjes me pakisë të benzinës, euro super 95 dhe 98 do të rriten për 5 denar për litër. Çmimi i shitjes me pakicë euro dizeli do të rritet për 14.5 denar për litër, duke quar shifrën në 85.50 denar për litër.
Ndërka që gjithë kjo rritje po vjen pas deklaratës së kryeministrit Hristian Mickovski, i cili siguroi qytetarët se nuk do të kemi rritje të çmimeve të naftës. Ndërkohë ditë më parë televizioni Koha, përmes analizave të ndryshme me ekonomistë dhe njohës të mirë të çështjeve ekonomike, paralajmëroi se pas tensionimit të lindjes dhe bllokimit të kanalit të Hormuzit, do të kemi shtritim të çmimit të derivateve të naftës.